Pri komunizmit në 1990 duke përbën instaluar demokracia në përpunot për ditë. Edhe erdhëm demokracia, a jetojmë në demokraci sot? Demokracia nuk është diçka në vend si s'lun. Demokracia punohet për ditë. Për ditë, në çdo rast. Po punohet si është po punohet? Disa punojnë, disa s'punojnë, disa punojnë për demokracinë e vet. A do të më hap syt, ju jeni këtu si votojni. Ne s'na kanë dhënë vetë me votu. Jo, e pamë të herë diasporë. Unë si kam lind atje, jam edhe pa komsinë. Jo. Sakt. Kështu. Ju do doni ta keni komsinë shqiptare, ta keni? Kam dëshirë, po ma ka bërë shteti. Nuk të vjeni natë me veten që po e merr një indian për shembull ka Indiani, majori i New Yorkit. New Yorkut e mori këtu domethënë para ju. Am dizë kush më dëgjon këtu? Kush e dëgjon? Jemi kanali Pisk në YouTube. Okej, mirë. Okej. Kështë e thënë diqa? Kështë e thënë shoku e di, zot një Rama, kërkemi edhe ne, si kemi lind jashtë Shqipërisë, me marrë komësin. Ne shqiptarët. Se jemi shqiptarë me gjak, me zemër, me kulturë. Dëgjojni mirë kanalin e këtyne shokëve këtu. Po, Piskun. Dëgjoj mirë Piskun, zoti Edi Rama. Zotëria që është shqiptar, që ka lindur jashtë për shkak të pamundësive dhe situatës politike dhe ekonomike që ka qenë Shqipëria ndër vite. Është shqiptar, nuk ka pasaportë, e kërkon komsinë shqiptare, kërkon që e merr një indian Filipinas, Ukrainës. Jo, absolutisht jo, Ukrainës është diçka tjetër, po jo, nuk ekziston fare në dokumente këto. Kurse jam shqiptar. Por e doni, dëshironi ta keni. Më takon. Të takon. Edhe pse se du shumë, po më takon. Është ndryshe. Më takon. Prindi kam shqiptar, jam shqiptar. Ja, do ta marrë këta para jush. Jam shkull. Do ta marrë. Jam shkull. Turista. Turistmi do të më kontrollu, më hip çmimet e biletave të aeroplanit që çdo tip njerëz dhe gabelave vinë sepse janë lirë. Nuk kam mirë. Nuk është mirë. Çmimet do të më rrit pak. Do të më rrit për ata, jo për ne, si këtu. Jo, por ju do me shfuzume, jo por çmimet e aeroplanave si kushton 25 euro me orë, 25 me shku, janë gati njerëzit që kanë lek për me jetuar atje në Belgjikë ose në Francë, vinë thonë kalojmë një weekend. Kurse do të më respektu vinin, shqiptar. Kështu. Ndërkohë që më shtrejt bie më nga Tirana në Vlorë se sa më ardh nga Belgjika për shembull në Tiranë. Ja, për shembull, vërtet unë banoj në Bruksel, e shku Bregdetit belg, është 100 kilometër aty. Më kushton 20 euro, 25 euro më shku me ardh, atje janë 100 euro, më kushton më shtrenjt më shku në Bregdetit belg se më ardh këtu. Por më mirë, si jam shqiptar, po qert. Po tjerët, po tjerët. Mbledh tu lifar